Ledion Liço kthehet fuqishëm para Big Brother VIP Albania 5 dimri po vjen. Moderatori i njohur Ledion Liço ka reaguar publikisht, duke i dhënë fund zërave që qarkullonin në rrjetet sociale për jetën e tij personale dhe të ardhmen në drejtimin e Big Brother VIP Albania. Shkak për spekulimet u bë një video ironike e ish-banorit të Big Brother VIP Albania, Xumallushi, i cili në një deklaratë thumbuese la të kuptohej se Ledioni ishte ndarë nga partnerja e tij, Sara Hoxha. Në video, Xumi dëgjohet duke thënë: "Po mua më kanë thënë që ty të ka lënë gruaja, ku do i gjesh lekët për bukë ti?" Pas kësaj, rrjetet sociale u mbushën me aludime për jetën private të Ledionit dhe për mundësinë që ai të mos e drejtonte më sezonin e ri të reality show-t. Për të përgjigjur ndaj këtyre zërave, moderatori publikoi në Instastory një thënie domethënëse nga seriali i famshëm Game of Thrones. Një luan nuk shqetësohet nga mendimi i deleve. Ledioni e shoqëroi këtë me mbishkrimin Winter is coming, dimri po vjen dhe, duke e lënë publikun të kuptojë se ishte një paralajmërim simbolik për fillimin e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania. Ky reagim u interpretua gjerësisht si një përgjigje e prerë ndaj thashëthemeve, duke treguar se Ledioni nuk ndikohet nga komentet e rrjetit dhe është gati të rikthehet në drejtimin e spektaklit më të ndjekur të momentit.